10 nëntor. Hiqi tej frikërat e tua. Kur të kem frikë, do të mbështetem te ti. Psalmi 56:3. Një reagim i mundshëm ndaj së vërtetës që thotë se ankthi ynë është i rrënjosur në mosbesim është ky. Më duhet të merrem me ndjenjat e ankthit pothuajse çdo ditë. Prandaj ndihem sikur besimi im në hirin e Perëndis është krejtësisht i pamjaftueshëm. Prandaj vras mendjen nëse mund të kem ndonjë pikë sigurie që jam i shpëtuar. Përgjigjja ime ndaj këtij shqetësimi është: supozo se je në një garë me makina dhe armiku yt, i cili nuk do që ta përfundosh garën, të hedh baltë në xhamin e parë të makinës. Fakti që nuk e shikon përkohësisht synimin tënd dhe nis të shkosh majtas djathtës, nuk do të thotë se do ta lësh garën. Dhe sigurisht nuk do të thotë se je në pistën e gabuar. Përndryshe, konkurrenti, kundërshtari yt, nuk do të bezdiste fare. Kjo do të thotë se duhet të vësh në punë fshirëset e xhamit. Kur ankthi godet e na turbullon pamjen e lavdisë së Perëndisë dhe të madhështisë së ardhshme që ai planifikon për ne, nuk do të thotë se nuk kemi besim, apo që nuk do të arrijmë në qiell. Kjo do të thotë se besimi ynë po sulmohet. Në goditjen e parë, besimi ynë në premtimet e Perëndisë mund të stepet dhe të lëkundet. Për të qëndruarit në pistë dhe arritja në vijën e finishit, varet nëse ne, me anë të hirit, vëm në lëvizje një proces rezistence. Pra, varet nëse luftojmë kundër mosbesimit që vjen nga ankthi. A do t'i vëm në punë fshirëset e xhamit? Psalmi 56:3 thot: kur të kem frikë, do të mbështetem tek ti. Vëre, psalmisti nuk thot: unë nuk përleshem kurrë me frikën. Frika godet dhe betejë nis. Prandaj Bibla nuk supozon se besimtarët e vërtet nuk do të përjetojnë ankth. Përkundrazi, Bibla na thot se si të luftojmë kur ankthet vijnë. Ajo na thot se si të vëmë në punë fshirëset e xhamit.